Filluan punimet në pjesën e rrugës Kej Vardari që lidhet me rrugën e Beliqicës. Përfundoi asfaltimi një rrugë në lagjen Tullana në gjatësi prej 520 metrave. Gostivari së shpejti me 3 terene të reja tenisi. Filluan punimet në rrugën nga Kulla e Sahatit deri në dalje te bulevardi Vllezërit Gjinovski. Komuna në punë në 4 lokacione të ndryshme paralelisht. Këto janë disa nga aktivitetet në teren që janë pasqyruar nga PR-i i komunës së Gostivarit të publikuara në rrjetet sociale. Gjatë një prononcimi për televizionin Koha, kryetari i komunës së Gostivarit Balbon Limani foli edhe për sfidat e kësaj komune, kurse dinamikën e përshpejtuar të punëve e arsyeton me ardhjen e mërgjimtarëve. Punat janë duke shkuar mirë me një dinamik kështu më të madhe para se të vinë mërgjimtarët në muajin korrik. Ka sfida të shumta, duke filluar nga ato infrastrukturore, deri te sfidat me furnizimin me ujë gjatë muajve të verës posaçërisht, por edhe me menaxhimin e mbeturivave si dhe ngritjen e vetdijes tek popullata për këtë çështje. Jemi duke punuar në të gjithë këto fushat me vetëm qëllim që të përmirësohet gjendja në çdo drejtim me të cilën kemi problem. Por aktualisht në teren punohet edhe në disa projekte tjera. Momentalisht punojnë në mbi 10 lokacione, me një dinamik pak më të madhe, ashtu siç e ceka me vetëm qëllim që kur të vinë mërgjimtarët më të kemi përfunduar këto rrugë të Seljanave. Një pyetje pashmangshme ishte bashkëpunimi me pushtetin qendror. Ai thotë se është korrekt. Pjesë e madhe e këtyre janë nga dy thirrjet e pushtetit qendror në fakt nga Kredia Hungareze, por kemi paralel me ato edhe projekte të cilat i financojmë me mjet të vetanake të komunës së Gostivarit, të cilat janë në kuadër të programit ton. Deri tani bashkëpunimi ka qenë i mirë, korrekt, le të themi, për ato që do të shohim se si do të zhvillohen. Besoj që tash pas rebalansit edhe ajo pjesa me të cilën ballafaqojnë kompanitë të cilat punojnë, pjesa e pagesave do të përmirësohet me të vetmin qëllim që pjesa e mbetur e projekteve të mos ngjesë në të ardhmen. Limani për televizionin Koha thotë se nëse politika menaxhohet mirë, mund të sjellë përfitime në synimin dhe realizimin e projekteve. Varësisht si menaxhohet, politika në kushte të caktuara mund të pengojë, por në kushte të caktuara është edhe katalizator që proceset të ecin më së miri, do të thonë varësisht si do ta menaxhojmë ashtu edhe do të ecin punët. Kreu i komunës së Gostivarit Balbon Limani është i kujdesshëm me premtimet. Siç thanë në fillim, punët me dinamik të përshpejtuar në teren bëhen si një mirëseardhje për mërgjimtarët. Me modesti thotë se ata vetë duhet të bëjnë vlerësimet. Unë besoj që kur do të vinë mërgjimtarët do të gjenë një Gostivar pak më të mirë se që kanë lënë vitin e kaluar dhe kjo tendencë do të jetë çdo vit që ata të gjenë një Gostivar më të mirë dhe më të rregulluar. I mirëpresim, gjithmonë janë të mirëseardhur se ata janë njerëzit e këtushëm, vëllezërit tanë dhe besoj që do të kalojnë sa më mirë në muajt kur do të jenë prezent këtu. Arsimi, sipas Limanit, është pika e dobët e ekipit të tij në komunën e Gostivarit. Ai duke përmendur disa nga investimet në përshkollat që gravitojnë në këtë komunë, u shpreh i prerë se mbetet breng ulja e numrit të nxënësve gati se në çdo vit shkollor.